Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vazhdojnë në rritje pagesat elektronike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Banka Popullore tha se në 3 mujorin e 2 të vitit 2025, undër pagesat elektronike janë rritur me 9% në numër dhe me 20.9% në vlerë. Më shpejt është rritja përmes kanaleve digjitale, transaksionet u rriten me 18.6%, ndërsa vlera e tyre me 28.3%. Dominojnë aplikacionet mobile përmes të cilave janë realizuar 71.3% e pagesave digjitale. Të dhënat tregojnë se qytetarët gjithnjë më shumë po kalojnë tek mënyra digjitale të pagesave, ku telefoni mobile mbetet kanali më i shpejt dhe më praktik. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut garanton qytetarët se liria e medias dhe siguria e gazetarëve janë shtyllat e një shoqërie demokratike. Si pjesë e këtij angazhimi në faqen kryesore të internetit të Ministrisë së Brendshme është vendosur një lidhje me regjistrin e sulmeve ndaj gazetarëve, e cila të çon në faqen e internetit të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku dhe publikohet regjistri. Ai paraqet rastet e shkeljes së të drejtave të gazetarëve me detaje mbi llojin e sulmit, vendodhjen, statusin e raportit dhe procedurën. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut njofton ndërprerjen e fushatës zgjedhore në 17 tetor me synim për të marrë pjesë në protestën barkombëtare që do të zhvillohet në Tiranë, të thirrur nga organizatat e dalja nga lufta UÇK-s. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbej të Tiranës, duke filluar nga ora 17 me moton drejtësi për çlirimtarët kundër padrejtësisë në Hag. Ali Ahmeti, i cili ishte pranishëm dhe në protestën organizuar në Prishtinë, në cilësinë e bashkëthemeluesit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka pranuar ftesën e organizatorëve për të qenë pjesë e kësaj proteste të madhe mbarkombëtare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për të tretën ditë me radhë, dëshmitari 4 i mbrojtjes në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, James Peter Kovy, deklaroi se Hashim Thaçi ishte vetëm një urlidhse mes ndërkombëtarëve dhe veteranëve të luftës së UÇK-s, duke referuar një dokumenti të cilin Thaçi ja kishte dërguar Bernard Kushnerit, nëpërmjet të cilit kërkonte armë për disa persona nga radhat e UÇK-s gjatë periudhës së demilitarizimit. Kovy tha se e kanë kuptuar se i akuzuari po kryente detyrën që ja kishin kërkuar të tjerët. Ish-zëvendësi Bernard Kushnerit kujtoi se Hashim Thaçi nuk kishte marrë shumë pjesë në negociatat mes KFOR-it dhe udhëheqësve të lëvizjes së UÇK-s dhe në këtë kusht ai ndjente nevojën që ta bënte të qartë për krajën e tij të fortë për udhëheqjen e UÇK-s. Kryeministri i detyrë Albin Kurti është në pritje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e konstituimit të kuvendit. Ta presim aktgjykimin se çfarë do të thotë. Më 30 shtator gjykata kushtetuese doli në përfundimin se seanca konstituive nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit nga radhat e pakicave serbe. Deputetët detyrohen ta përfundojnë seancën konstituive brenda afatit 12 ditor nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Në vendimin e marrë më 30 shtator 2025, kushtetuesi e shpalli të pranueshme kërkesën e parashtruar nga Igor Simić dhe 9 deputetë të tjerë në lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së procesverbaleve të seancave të Kuvendit të Kosovës, si dhe vendimeve të nxjerra në kuadër të seancës konstitutive më 26 dhe 28 gusht 2025. Në njoftimin e gjykatës thuhet se seanca nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb dhe Kuvendi nuk është konstituar në pajtim me kushtetutën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.